Në muajin e Ramazanit, iftari ka qenë gjithmonë një moment i veçantë për familjen, një kohë kur gjithë mblidhen rreth sofrës, ndajnë bukën, falenderojnë Zotin dhe përjetojnë së bashku shpirtin e këtij muaji të shenjtë. Megjithatë, në kohën moderne duket se edhe mënyra si organizohen iftarët ka ndryshuar. Sot shohim gjithnjë më shumë tavolina të dekoruara me kujdes, fotografi të bukura për rrjete sociale dhe organizime që shpesh fokusohen në estetik dhe prezantim. Por lind pyetja, apo humbet pak nga pak thelbi shpirtëror dhe familjar i iftarit? Apo kjo është thjesht një mënyrë e re për të shprehur gëzimin e Ramazanit? Për të folur më shumë rreth kësaj teme dhe për të kuptuar se çfarë thot feja për këtë fenomen, në studio kemi të ftuar teologun Muslim Aliu, imam në xhamin Kebir Mehmet Çelebi. Përshëndetje nderuar dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju jeta, ju falenderoj fillimisht për ftesën. Është kënaqësi sot në muajin e Ramazanit të jem pjesë e këtij emisioni fillimisht. Ju dëshiroj suksese, shfrytëzoj rastin juve, stafit realizues të uroj muajin e Ramazanit dhe gjithë atyre që na ndjekin përmes rrjeteve sociale. Ju dëshiroj suksese në punët që bëni, në aktivitetet që bëni dhe është për të përshëndetur ky emision që përçon mesazhin fetar të besimtarët musliman të këtij vendi. Para se të fillojmë dhe të debatojmë rreth këtij fenomeni, unë do dëshiroja që edhe unë dhe stafi gjithashtu t'ju aurojmë muajin e Ramazanit edhe këto ditë që na kanë ngelur të kemi me begati dhe me shpirt fetar me gjithë familjen duke u mbledhur dhe duke mirëpritur iftarin vërtet ashtu siç jemi mësuar me shumë tradita të vjetra dhe jo me këtë fenomenin e ri të rrjeteve sociale që do e diskutojmë në vazhdimsi. Çfarë përfaqëson në thelb iftari në traditën islame dhe çfarë rëndësie ka për familjen shqiptare në këtë rast? Iftari në vete përfaqëson fillimisht falënderimin ndaj Zotit, ndaj krijuesit. Sepse pas një dite agjerimi, agjeruesi njeriu falenderon Zotin fillimisht për mundësinë dhe forcën që ia dha që ta përfundoj këtë ditë agjerimi. Falenderojnë krijuesin e tij sepse shumë njerëz deshtën që edhe këtë vit të agjerojnë, të jenë në mesin e familjeve të tyre, por ja që nuk janë. Për këtë arsye falenderon, pastaj falenderon Zotin e tij, sepse shumë njerëz deshtën që të agjerojnë edhe këtë vit, por ja që shëndeti nuk jo premtoi atyre këtë. Për atë fillimisht do kisha thënë se është ajo që përfaqëson iftari është moment falënderimi fillimisht ndaj krijuesit. Pastaj iftari është edhe moment i disiplinës shpirtërore, sepse agjerimi njeriu në mëson realisht që të ketë vetë kontroll në sjellje, të ketë vetë kontroll në komunikacion, të ketë vetë kontroll edhe gjatë pritjes të furra e bukës, të ketë vetë kontroll në vendin e punës. Agjerimi njeriu në mëson që të ketë durim, agjerimi njeriu në mëson që të ketë përmbajtjen nga dëshirat e tij. Dhe e treta, edhe më e rëndësishme do kisha thënë ndoshta në këtë rast, është sepse momenti i iftarit është moment kur agjeruesi e përjeton ndjenjën e të varfërit. Sepse të varfërit ndoshta e kanë 12 muaj e kanë këtë ndjenjë, nuk mund të hanë kur të duan ata, sepse iftari është moment i caktuar kur ne mund të fillojmë të hamë dhe këtë ndjenjën e empatisë e përjeton agjeruesi në kohën e iftarit. Këtu do të cekje thënien e të dërguarit ton, Muhammed a.s. I cili një hadith thotë se besimtari ka dy gëzime, kur të hap iftarin dhe kur të takon Zotin e tij. Në shikimin e parë kur të shohim kur të hap iftarin, qëllimi nuk është pasi që kemi abstenuar tër ditën nga ushqimi, nga haja, nuk është qëllimi se tani kemi tavolinën me ushqim dhe do ngopemi, jo. Qëllimi është se njeriu arriti të korë fitore ndaj egos të tij, ndaj dëshirave të tij, ndaj vetë kontrollit të tij, ndaj durimit të tij dhe ky është moment gëzimi për agjeruesin. Dhe i dërguari i Zotit tregohet në historinë islame një prej luftrat betejat më të vështira që zhvilluan në historinë islame dhe muslimanët duke u kthyer nga ajo betejë ishin të gëzuar shumë. I dërguari i Zotit që thotë tani po kthehemi nga një luftë e vogël drejt një luftës së madhe.
ata habitën tonë si mund të i dërgojë Zotit. Kjo është një ndër luftat më të vështira që kemi patur dhe ne fituam këtë luftë. Si mundet tani të kthehemi drejt një lufte së vogël, kur do kthehemi në shtëpitë tona me fëmijët tanë, në atë rutinën ditore, i dërguari i Zotit tani do fillon lufta ndaj vetvetes. E lufta ndaj vetvetes është që çdo ditë ne të zgjohemi në ora 5 mëngjesit, të falim namazin e sabahit, të falim 5 kohët e namazit. Lufta ndaj vetvetes është që edhe kur është 40 gradë Celsius të agjerojmë 15 orë. Jo rastësisht edhe quhet muaji i sakrificës. Ashtu po, është muaji i sakrificës, sepse sakrifikojmë nga dëshirat e tona, sakrifikojmë nga gjumi, zgjohemi çdo ditë në syfir. E prishim sadopak edhe rutinën e përditshme që kemi. Po, rutina e përditshme prishet dhe gjithë kjo pra është njeriu, pra është momenti, iftari është momenti kur njeriu e feston sepse ka fituar atë egon e tij. Shumë saktë. Po, ajo që është më e rëndësishme ata cekim, ashtu siç e përmenda edhe në fillim, në kohët e fundit shohim shumë iftare të dekoruara, të fotografuara e të plasuara në rrjetet sociale. Si e shihni ju këtë fenomen? Si do e vlerësoni dhe komentoni? Shihni, Aida, aspekti material që e posëdojmë tani në këtë kohë, asnjëherë nuk e kemi posëduar. Aspekti material. Dhe komoditetin që e kemi tani, asnjëherë nuk e kemi pasur. Në të kaluarën... Luksin që e bëjmë tani, s'është bë më herët realisht. Nuk është bë më herët, jo. Dhe në të kaluarën, edhe ju jeni me siguri dëshmitare, në të kaluarën iftarit ishin më të zbeta. Iftarit ishin më modeste, por shpirtërorja ishte në nivel. Në atë kohë shpirtërorja ishte në nivel. Unë këtu dua ta shtoj edhe fenomenin e trendeve të restoranteve. Do e shtoja dhe trendin e restoranteve, edhe kur them komoditet, dua të përmendja edhe çështjen e profesorëve dhe asimtarëve, për të cilët është për respekt realisht ky gjest. Në këtë kohë është komoditet edhe çështja brezi i ri i asimtarëve dhe profesorëve kanë më shumë mirëkuptim ndaj nxënësve, ndaj studentëve që agjerojnë, sepse orari pak shkurtohet, të gjitha arrin në sofrën e iftarit, edhe kjo është një komoditet i ri për nxënësit dhe studentët, po ndërsa te trendi i restoranteve, fillimisht unë jam tradicionaliste, preferoj iftaret në ambiente familjare. Në të kaluarën iftaret më shumë realisht gjithë i mbanin në përshtëpim iftaret. Dhe në të kaluarën iftarin nuk nënkupton të vetëm se ushqimin. Pas ushqimit do falin namazi akşamit, do falin namazi teravih në shtëpi ose në xhami, pastaj do kthehej në shtëpi, do pihej çaj. E çaji nënkupton muhabetin, çaji nënkupton qarjen e derteve, çaji nënkupton relaksim, njohjen e njëri tjetrit, ndërsa këtë restoranti nuk ta mundson. Në fokus ka qenë gjithmonë muhabeti dhe shpirtërorja, e tani telefonat. Po. Për fat keq. Njëherë duhet të fotografohet, të plasohet, të shohin se ku janë për iftar, apo çfarë po ha për iftar, që vërtet në fenë islame më intereson, si perceptohet kjo? Para se të kaloj te fenomeni i fotografimit, vetëm dua të cekë atë se kjo në të kaluarën ajo shpirtërorja ishte në nivel. Po. Shpirtërorja ishte në nivel realisht. Dhe në ditën e sodit tani kur jemi te fenomeni fotografimit të ushqimeve. Ata të cilë fotografojnë ushqimet, ju themi që të mos harrojnë qëllimin shpirtëror të Ramazanit. Mos harrojnë qëllimin shpirtëror i Ramazanit. Pastaj, kur të fotografojnë duhet të kenë parasysh se momentin që fotografojnë dhe plasojnë ata ushqimet në rrjetet sociale, duhet të kenë parasysh se ata mund të krijojnë edhe presion social të të tjerët. Pastaj mund bëhet krahasimi se dikush e han këtë ushqim ndërsa unë nuk e kam. Dhe e treta do kisha thënë pasi që deshe bëhet lakmitar njeriu në ato momente, sidomos në kohën para iftarit. Dhe zakonisht gratë organizojnë iftaret, ushqimin e iftarit dhe te gratë duhet të kenë parasysh sofrën e iftarit mos ta shndërrojnë në garë. Sepse në momentin kur ai ushqim shpërndahet në rrjetet sociale, mund ta sheh ndonjë familjes tjetër dhe pastaj mund të jenë ato inatet personale, ndoshta xhelozia, edhe ajo humbet ai dimensioni shpirtëror i sofrës së iftarit.
Dhe nuk guxojmë ta lejojmë këtë luks vetes tonë. Edhe pse realisht mendoj këto vitet e fundit. Fenomeni i fotografimit të ushqimeve pak është zbehur, pak. Mos të them shumë, sepse para 5 viteve deri para 5 viteve ishte më në trend. Ishte më në trend, çdo kund ku jemi të fotografojnë ushqimin dhe të postojnë nëpër rrjete sociale. Edhe tani është, nuk them se nuk është, por pak është zbehur, Pak është zbehur, mirë është sepse është muaji edhe muaji i empatisë realisht. Është muaji i empatisë, mirë është që iftarit mos të fotografohen dhe mos të postojnë nëpër rrjete sociale dhe mos të humbaj shpirtërorja e Ramazanit. Sepse qëllimi i Ramazanit nuk është vetëm se ushqimi, por në vazhdim besoj që do të... Po, do flasim edhe për atë, po feja islame e nderuar, si e sheh këtë fenomen? Shihni, Zoti Xheleshanuhu pasurinë e shpërndan tek njerëzit. Të dikush më shumë, të dikush më pak, e të dikush shumë më pak, dhe ajo pasuri pastaj menaxhohet nga njerëzit, por furnizuesi është ai. Dhe Zoti Xheleshanuhu në Kur'anin famat thotë se ai nuk i don ata që e teprojnë. Nuk i don ata që e teprojnë. Dhe njerëzit në këtë rast nuk guxojnë që ata të mira që i kanë, pra ti tregojnë tek njerëzit tjerë, ti paraqesin, të paraqitet si me një masi, apo në publik, ajo e mira duhet të përjetohet në vete realisht. Duhet të përjetohet në vete edhe në aspektin islam, edhe në aspektin e mësimeve fetare islame. Kjo nuk është e preferuar. Nuk është preferuar sepse në këtë rast mund të përjetohet edhe lakmia nga ana tjetër, mund të ketë lakmia nga ana tjetër, dhe kjo nuk është e mirë, sepse qëllimi i Ramazanit, sofra e iftarit, nuk është vetëm të ushqimi gjithçka, por sofra e iftarit ka shumë dimensione tjera, siç është ajo qëndrimi bashkë, siç është momenti i lutjes, siç është momenti i muhabetit, e kështu me radhë. Natyrisht. Po, a ka ndonjë udhëzim në islam për mënyrën se si duhet të organizohet iftari? Si duhet organizohet iftari, ne kemi praktikën. Domosdoshmërisht duhet të jemi gjithë familja të bashkuara, apo varësisht nga punët e përditshmërisë që i kemi? Shihni, ne kemi të dërguarin tonë si model. Ai fillimisht duhet të di çdo besimtar musliman se para se të hapet iftari, është e preferuar që para sofrës së iftarit të ulemi 5 ose 10 minuta, sepse, siç thamë në fillim, iftari përfaqëson falënderimin. Të ulemi dhe të falenderojmë fillimisht Zotin për të mirat që na ka dhënë, mundësinë që na ka dhënë dhe forcën që të agjerojmë dhe të përfundojmë këtë ditë. Pastaj të lutim Zotin për nevojat e tona familjare, shoqërore, materiale, e kështu me radhë, dhe pastaj momenti kur hyn koha e iftarit, besimtari është e preferuar sipas traditës të dërguarit ton, të hapet iftari menjëherë. Të hapet, vetëm nëse kemi ndonjë arsye shumë të madhe, mund të vonohet, por duhet të hapet iftari. Dhe pastaj të bëhet fillimisht lutja, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Kush nuk e din gjuhën arabe, thotë në gjuhën shqipe. O Zot, për ty agjerova, ti të besova atë me riskun tënd po e hapi iftarin. I dërguari i Zotit agjeruesi ka një lutje në çeljen e iftarit. Është shumë e rëndësishme të bëhet ajo lutje, duaja para kohës iftarit, por të ulet në sofrën e iftarit, dhe sepse është moment kur edhe pranohen lutjet. Pastaj i dërguari i Zotit kur e hapte iftarin, hapte vetëm me hurmë dhe ujë. Vetëm me hurmë dhe ujë, dhe është e preferuar edhe na ashtu të veprojmë, me hurmë ose me ujë të hapim. Pastaj nuk fillonte me ushqimin, e falte namazin e akşamit. Është e preferuar që të falet namazi i akşamit, pastaj të fillohet me ushqimin. Është vetëm e preferuar, mos të keq kuptojmë në këtë rast, por nuk është e domosdoshme. E domosdoshme është që të falet namazi i akşamit dhe mos të lejomë që të hyjë koha e namazit të yatsis. Dhe ajo çka se si duhet të organizohet iftari është edhe thjeshtësia. Është thjeshtësia, mos kemi presion, mos të bëhet
me nervoza jo përgatitja e iftarit dhe të shkohet edhe sipas traditës së pejgamberit alayhis salam siç ka vepruar dhe mos të kemi fokusin shumë tek çështja e sofrës së iftarit, E sofrës luksoze. Sofrës luksoze në këtë rast, po. Po, e përmende mirë se si e sheh, domethënë në feja islame këtë iftaret moderne faktikisht, iftaret e fotografuara, iftaret e restoranteve dhe kështu me radhë. A është kjo në përputhje me frymën e Ramazanit, realisht? Apo duhet të jetë një iftar sa më i thjesht, mjaftojnë ndoshta uji, hurma dhe një meny shumë e thjesht që për secilin familje, për secilin njeri që mund ta përballojë? Apo duhet që në Ramazan ti kemi në tavolin apo në sofër gjithçka që kemi në shtëpitë tona? Si është e parashikuar, si është e parapar? Fillimisht duhet të di çdo besimtar se Ramazani ka qëllime. Qëllimi i Ramazanit fillimisht është arritja e devotshmërisë. Nëse arrim devotshmërinë, atëherë kemi arritur qëllimin. Qëllimi i Ramazanit është bamirësia. Qëllimi i Ramazanit është empatia. Qëllimi i Ramazanit është vetkontrolli. Qëllimi i Ramazanit është që ata njerëz që bien në kategorinë të japin zekatin, ndërsa organizimet luksoze, të iftareve luksoze, në vetvete fillimisht nuk janë problem. Por ata shndërrohen në problem në momentin kur ai iftar që organizohet dhe bëhet shumë luks dhe bëhet për prestigj dhe për reklam dhe mendje masi, atëherë humb dimensioni i Ramazanit dhe humb ajo shpirtërorja e sofrës së iftarit. Si faktikisht e ngushton atë tjetrin që e ke ftuar, sepse pastaj edhe ai do mundohet që në atë formë, në atë mënyrë ta përgatis iftarin. Është e rëndësishme në këtë rast ta kemi parasysh shtënjën e të dërguarit, kuptohet se ai i cili e ushqen një agjërues, shpërblimin e ka sikurse tjetri pa ju zvogëluar atij. E rëndësishme është që në këtë rast ta arrijmë këtë, të arrim atë shpërblimin e përgatitjes kur përgatisim iftarin dhe ftojmë dikën, është e rëndësishme që të arrim këtë. Dhe jo ashtu siç e cikët edhe ju, pasi që kur ta ftojmë ndonjë njeri, ne përgatisim diçka shumë luksos, e në këtë rast humbet ai qëllimi i sofrës së iftarit. Luksi nuk është qëllimi i pjesës së sofrës së iftarit. Dhe në momentin kur ne përgatisim një ushqim të tillë, ndoshta mund ta fusim në siklet tjetrin kur ndoshta do të na ftojë edhe ai. E qartë. Çfarë roli kanë pastaj edhe prindrit për t'ua transmetuar fëmijëve kuptimin e vërtet të sofrës së iftarit, mbledhjes së familjes, të afërmëve, miqve dhe kështu me radhë? Prindrit realisht duhet lënë përshtypje te fëmijët fillimisht se ky muaj nuk është muaji i ushqimit. Nuk është muaj i jurisë. Dua ta di edhe atë sjelljen si duhet ta kenë krahas fëmijëve, prindrit. Mund të na sqaroni këtë? Prindrit duhet të lënë përshtypje se nuk është muaj i jurisë, nuk është muaj i ushqimit, nuk është muaj ku të mendojmë cilin ushqim më të mirë ta hajmë, në cilin restorant më të mirë dhe më të shtrenjtë të shkojmë. Nuk është qëllimi. Fillimisht prindrit këtë duhet t'ua tregojnë fëmijëve sepse ata nuk do ta perceptojnë pastaj realitetin e muajit Ramazanit. Prindrit, nëse shohim të kaluarën, të parët tanë ishin shumë të kujdesshëm që t'i mësonin fëmijët në agjerim dhe t'i skalitnin ata në namaz. Një fëmijë fillimisht duhet të sheh në shtëpinë e tij ta ndjej atë aromën e Ramazanit, që se çka është Ramazani, është e preferuar që prindërit, pasi që fëmijët janë shumë entuziastë që ta agjerojnë. Kanë dëshirë, prindërit duhet që fëmijët veçanërisht janë nga mosha 8-9 vjeçare, kur janë gjatë fundjavës, t'i zgjojnë për sifir, ta agjerojnë ata gjysdite, ose ta agjerojnë... Të paktën ta ndjejnë frymën e Ramazanit. Edhe nëse nuk agjeron, ta ndjejnë frymën e Ramazanit, për moshat që janë më të vogla. Ta ndjejnë fryma e Ramazanit ndjehet fillimisht kur një fëmijë edhe e sheh prap, i sheh prindur duke u zgjuar për sifir, duke përgatitur iftarin, duke ndryshuar ajo rutina e përditshme dhe prindëri me fëmijën, shembull, një baba duhet që ko pas kohe, të kuptohemi se ta merr ndonjëherë edhe në namazin e terapisë fëmijën, që ta përgatit pak, t'ia mëson se ky është Ramazani.
pse të kuptojmë fëmia e ka botën e vet, nuk mundemi çdo ditë t'i marrim fëmijët. Normal. Nuk mundemi çdo ditë, po paskoj pak ju mësojmë këtë edhe se namazi i teravih është edhe pjesë e muajit Ramazanit. Pastaj edhe duhet me një shtëpi të merret me ibadete, të kuptojmë. Një shtëpi duhet merret me ibadete, një prind, një babë dhe një nanë, që edhe fëmia ta shehat. E nëse veprohet kështu me fëmijët, atëherë kemi të sigurt se do të kemi një gjenerat të sukseshme, do kemi një brez jo të degeneruar, por do të kemi një brez cilë do të jenë devotshëm. Por nëse këto nuk ishe në një shtëpi, ai në të ardhmen nuk do mund ta përjeton Ramazanin, ndoshta edhe nuk do ta agjeron, mos dash Zoti, dhe nëse nuk veprohet në kornizat e fesë islame, atëherë dhe nëse nuk edukohet fëmiju në frymën islame, atëherë padyshim se do të kemi fëmijë të degeneruar dhe brez të lajtitur. Gjithçka nis definitivisht unë çdo herë them nga dera e shtëpisë dhe edukata e fëmijëve, varësisht se si rritat, vjen nga prindërit, nga të afërmit të shtëpisë dhe pastaj del jashtë me shoqërinë, me shkollën, me shokët dhe kështu me radhë. Kur jemi të shkollat, ditëve të fundit, si vjetë sidomos, kemi parë një trend të ri të organizimit të iftareve. Nxënësit e shkollave, pothuajse gjitha klasa me arsimtarët apo mësueset e tyre. Si e sheh edhe këtë? Si e komenton, o gjinderuar? E përmenda edhe më herët se komoditetin edhe material, po edhe komoditetin e aspekteve tjera, tash që e kemi, nuk e kemi pasur asnjëherë. Në të kaluarën, nuk ka qenë mundër që edhe në Ramazan. As që e kemi imagjinuar, madje që të bëjmë një iftar bashkë me shokët, shoqet apo dhe mësuese. Tash kur të mendojmë, gjenerata jo nuk e kemi përjetuar, personalisht nuk e kam përjetuar këtë ndjenjë. E veçanërisht tash, sepse në klasë dihet ajo ndjenja se është mësuesja, pak kemi atë frikë respektin, e ato momente përjeton momentet e iftarit, momentet e gëzimit, është një tjetër fotografi në zonë se që do të ashe mësuesin e ti, dhe për atë përmenda edhe në fillim se komoditetin edhe që kemi tash, nuk e kemi pasur më herët. Në të kaluarën ndoshta edhe do ishte problem të agjerohet për një nxënës, një student të agjerohet, ndoshta do ishte pak edhe problem, do ishte problem për rrethanat ndryshme që kanë qenë në atë kohë. Por tash është për të përshëndetur gjenerata e re, brezi i ri i mësuesve, i arsimtarve, i profesorve. Mendoj se ka kaluar një hap në pozitive, në është fjala, kanë kaluar një hap shumë më të mirë dhe kjo është për të përshëndetur dhe sepse ata fëmijë i dërgojmë në shkollë. Po, pra, po e konsideroni njëkohësisht edhe si luks këtë pjesë, sepse unë e mbaj mend, për shembull, kur kam qenë në shkollë fillore apo edhe të mesme, nëse organizonin një ekskurzion shkolla, e kishim të detyrueshme që nëse 1, 2 apo 3 nxënës apo fëmijë në klasë nuk ishin mundësi, ne u paguanin, domethënë atë ekskurzion. Ndërsa tani po shohim një numër të konsiderueshëm, domethënë të nxënësve që organizohen për iftare, që do të thotë të pamundurën e bën prindërit, vetëm se t'ja mundsoj po që të hajë një iftar me shoqërinë. E përmenda se edhe aspekt material, komoditetin që e kemi tash nuk e kemi pasur në të kaluarën. Po, nuk e kemi pasur në të kaluarën. Ne edhe ata organizionet, ekskurzionet kur kemi shkuar në të kaluarën në shkollën fillore apo në të mesme, nëse bëjmë krahasimin e kohës tonë, kur ishim në ekskurzione dhe... Para 2 dekadave. Po, para 2 dekadave, edhe ekskurzionet ishin më të zbeta realisht. Ishin më të zbeta, ndërsa ekskurzionet tash janë më luksoze. Kjo çështja e luksit duhet të shfrytëzohet nga ana pozitive. Mos të kesh shpërdorim. Mos të kesh shpërdorim, por të dihet ajo këto nimete që na jep Zoti, t'i dim për mirënjohje, dhe atë që nuk mund ta përfundoj pak më parë ishte se te fëmia mund të bëhet një turbulencë kur nëse prindja zgjon për syfir dhe agjeron, i thotë që duhet të agjerohet, dhe në anën tjetër nëse
mësuesi nga ana tjetër thotë që ti nuk duhet të agjërosh sepse nuk mund të koncentrohesh në mësime, atëherë këtu krijohet një paqartësi të nxënës, ja? E në këtë rast ky brezi i ri i arsimtarëve dhe i profesorëve është për të përshëndetur, që nuk ndërhyjnë në çështjen private të nxënësve dhe studentëve të agjerimi, madje edhe pasi që organizojnë edhe iftarit dikun, kjo është edhe një hap shumë më i mirë, shumë i mirë që edhe në shkolla edhe të tregohet ajo pjesë e Ramazan, të përjetohet muaji Ramazan, sepse është një herë në vit, është muaj shpirtëror dhe realisht këtu në Shkuptë ne përjetohet. Kado që televizim përjetohet, shembull të dalësh sot në Çarshin e vjetër, nuk shifet ajo se nuk ka shumë lëvizje, disa dyqane madje janë të mbyllura, dhe kjo është gjithë ajo pjesa shpirtërore, pjesa si përjetohet të në vendin tonë. Kur bëjmë një krahasim me që përmendëm Shkupin dhe Qarshin e vjetër, kur bëjmë një krahasim me qytetet e tjera përreth dhe me vendet rajonale, si Kosova dhe Shqipëria, dhe pse ne po e shfrytëzojmë rastin shumë shpesh që të shkojmë edhe për iftarin në Kosovë, me që e kemi më afër. Si e shihni këtë dallim? Si përjetohet atje dhe si te ne? Te ne duhet shkojmë tash pak më herët t'i kthehemi historisë tek ne, ulemaja shqiptare, muslimane, hoxhallarët e vendit ton kanë kontribuar shumë për fen, dhe temë të mbrojtjes në magjistraturë realisht e kisha këtë temë kontributi hoxhallarëve në Maqedoni, ku ata kanë kontribuar shumë, madje kanë sakrifikuar disa edhe jetën për fen dhe për atë dheun, kanë sakrifikuar edhe jetën, disa janë burgosur, disa janë persekutuar, dhe e gjithë kjo tani me kalimin e kohës ata nuk mundën ta përjetojnë. Kështu, shi tani ne jemi duke biseduar, kemi orë në kohë ku bisedojmë se në shkolla bëjmë iftare. Ndërsa në të kaluarën, është mundur të përmendet. Po, hoxhallarët e kanë pas të vështirë që t'i mësojnë edhe fëmijët, librin e Zotit ua mësojna, janë persekutuar, janë burgosur për këtë çështje. Tani ne jemi duke biseduar se edhe në për shkolla po përjetohet sofra e iftarit. E për atë ne tash mundin atyre ne po e përjetojmë, mira ata që kanë ndonë mundin, ne i kemi disi gati. Të gatshme i kemi, ndërsa varsisht se si i perceptojmë. Po, sa i përket Kosovës dhe Shqipërisë, veçanërisht Shqipëria, është pak më e mangët prej neve, për shkak të rrethanave politike të kohës. Edhe fetare, paka shumë. Edhe fetare, pastaj edhe fetare, po duhet të fute. Sepse atje është një numër më i konsiderueshëm edhe i fesë tjetër, jo vetëm fesë muslimane. Kur jemi te Kosova, po, në Kosovë viteve të fundit, 10 viteve mund të them, ka përmirësim pozitiv në aspektin e pritjes së muajit Ramazanit, nuk është sikur se më herët, por tash mos të bëhemi lokalist, por sikur Shkupi realisht muaji Ramazanit nuk përjetohet sikur në vende tjera, sikur që përjetohet në Shkup, por është edhe në vërtet se është edhe trendi që shkojmë për iftare në Kosovë, por ja që gastronomia në Kosovë është zhvilluar më shumë se te ne. E vërtet. Dhe deshëm duan që ta provojmë një iftar. Të paktën edhe nëse jo në restorante, kemi shumë familjar që i kemi dhe mund t'i takojmë, e mira e gjithë kësaj është që në Ramazan sa më shumë që të takosh miq dhe aq më mirë edhe ndjehet edhe fryma e Ramazanit. Nderuar, çfarë rolin kanë pastaj edhe miqtë e tjerë që vinë misafir për iftar dhe si duhet të sillen me gjithë ata që i presin për iftar? Shifnim, ka rol shumë të madh sepse përmes iftareve ne mund të i forcojmë lidhjet tona familjare. Po, aty desha ndërlidhem se në Ramazan zakonisht shohim më shumë miq, ftojmë më shumë dhe gjatë 11 muajve të tjerë kemi paksa më të vështirë të organizohemi dhe të thrasim qoftë një daj, qoftë një hall, qoftë një axh apo edhe miq më të largët.
iftari është moment kur ne, edhe muaji Ramazan është moment kur ne i forcojmë lidhjet tona familjare, lidhjet tona shoqërore, lidhjet me fëmijët dhe përmes ftesës së njëri tjetrit ne shtojmë edhe respektin e ndërsjellët. Andaj rëndësia qëndron te bashkimi, rëndësia qëndron te muhabeti, te vllazërimi i sofrës së iftarit. Nëse kjo do të bëhej në mënyrë formale, atëherë do të humb thelbi i tij, do të humb thelbi i Ramazanit, thelbi i sofrës së iftarit. Në këtë rast unë dua ta përmendi profetin Ibrahim a.s. për të cilin tregohet në historinë islame, asnjëherë ai nuk ka ngrënë i vetmuar. Kur ka qenë në shtëpi me familjen, por edhe kur ka qenë i vetmuar në shtëpi, tregon transmetimet janë se ai ka dalë jashtë, ka marrë ndonjë njeri, ka ftuar dhe ka ngrënë ushqimin bashkë. Vetëm që mos jetë vetëm. Po. Dua të ceki këtu një send. Ne jetojmë në një vend shumë të vogël, një shtet shumë të vogël, me 1,5 milion sa jemi, a nuk jemi, parafërsisht, dhe koha në cilën jemi duke jetuar është shumë dinamike. Koha në cilën jetojmë është shumë dinamike dhe brenda 11 muajve, beso është kështu në tojza të them, është luks të gjesh një familje që han mëngjesin dhe darkën së bashkë. Prandaj e thash. Po, është shumë luks, ndërsa sofra e iftarit e sjell këtë moment. Sofra e iftarit e sjell këtë moment, sofra e iftarit për atë në gjuhën e popullit çka thuhet është bereqet, është bereqet. Nuk guxojmë ne ta humbim atë dimensionin shpirtëror të iftarit, nuk guxojmë ta humbim sepse atëherë humb kuptimi i tij. Por nëse do të ekzistonte rreziku të humb dimensioni shpirtëror i iftarit, nëse iftari shndërrohet në diçka shumë luksos. Atëherë humb dimensioni shpirtëror i iftarit, Nuk duhet të jetë fokusi vetëm te ushqimi luksos. Do të kishte rrezik që të humb dimensionin shpirtëror i iftarit në momentin kur ai mbledhimi i cili bëhet, që kemi ftuar njerëzit, bëhet për qëllim argëtimi, e jo reflektimi. Sofra e iftarit është moment reflektimi. Siç e përmend, është moment falënderimi, është moment empatie, dhe nëse ne nuk guxojmë sofrën e iftarit ta shndërrojmë sikurse kur festohet viti i ri. Sofra e iftarit nuk guxon ashtu të organizohet dhe të mblidhet ashtu, të ketë argëtim në ato momente, veçanërisht para hapjes së iftarit. Nuk mund ne ta shndërrojmë sofrën e iftarit në një sofër sikur që festohet ditëlindje shembull. Sofra e iftarit e ka atë shpirtëroren, sofra e iftarit e ka atë pjesën shpirtërore, pjesën e lutjeve, pjesën e empatisë që çdo besimtar këtë duhet ta shijojë. Përmes agjerimit realisht kjo shijohet. Dhe ta jep atë ndjenjë e veçantë realisht. Këto 30 ditë që i kemi. Dhe për fund, cili do të ishte mesazhi për gjithë ata që vërtet i japin shumë rëndësi sofrës së iftarit dhe nuk e shndrojnë atë në një luks të rrjeteve sociale? Shihni se pasi që gratë janë ato që përgatisin iftarin, ju them që iftari të përgatitet fillimisht me dashuri. Mos të përgatitet me presion iftari. Iftari të përgatitet me qetësi, sepse shihni, gjatë muajit Ramazan njeriu edhe harron ndonjëherë, ndoshta ne edhe e prishim agjerimin pa dashje, që pastaj mund vazhdohet, ajo nuk është problem, por harrojmë. Edhe ata që përgatisin iftar, mos ta bëjnë me nxitim fillimisht, mos ta bëjnë me presion, pasi njëherë mund të harrojnë edhe diçka në gjell, të fusin diçka që duhet të futa, por ajo të bëhet me kënaqësi fillimisht, sepse ajo sofra e iftarit është në gjuhën e popullit thotë është bereqet dhe thjeshtësia në sofrën e iftarit është realisht shumë e rëndësishme. Edhe pse ndoshta nuk e praktikojmë 90% jo nuk e praktikojmë po. Pse është e rëndësishme thjeshtësia në sofrën e Ramazanit? Thjeshtësia në sofrën e Ramazanit është e rëndësishme sepse ajo sofër kur përgatit në mënyrë të thjeshtë, thjeshtësia të ndihmon të përqendrohesh në ibadet pastaj. Thjeshtësia të ndihmon të përqendrohesh të mos teprosh, se Zoti nuk i don ata që e teprojnë. Thjeshtësia të ndihmon të jetosh ndjenjën e empatisë.
thjeshtësia të ndihmon ti të jesh sa më afër Zotit, sa më afër lutjeve, dhe mesazhi im pastaj kështu mesazh i përgjithshëm do të ishte, pasi kemi një muaj në Ramazanit, mos të harrojmë se ky muaj nuk është muaj i luksit, nuk është muaj i ushqimit, mos të harrojmë atë shpirtëror se është muaj kur zbriti fjala e Zotit. Në këtë muaj filloi të zbres Kurani. Dhe një njeri i cili din të lexon, patjetër duhet që gjatë këtij muaji një herë ta përfundon, ta lexon librin e Kuranit. Nëse për ata që nuk din të lexojnë në gjuhën arabe, le ta lexojnë në gjuhën shqipe. Besoni se do të mushen shpirtërisht, do të plotësohen, do të plotësohen shpirtërisht. Dhe do kisha thënë atë që thash se brenda 11 muajve është luks të ulemi, të halim së bashku, të mblidhemi. Muaji Ramazanit duhet të shërbej si kthesë drejt familjes. Si kthej drejt familjes, sepse në këtë muaj ka do që të lëvizim brenda ditës, në fund shkojmë dhe ulemi në sofrën iftarit. Dhe kjo duhet të vlej edhe për muajt e tjerë tona, pasi që është edhe muaj ndryshimit realisht muaj Ramazanit. E kemi një shembull konkret këtë praktik. Këtë praktik është shumë e mirë që ta vazhdojmë edhe gjatë muajve të tjerë, se prap do kthehemi te të parët tana. Të parët tanë asnjëherë ishte, ndoshta kështu të them në toj, se ishte ndaluar që mos jemi gjithë së bashku të ulur në tryezën e darkës, po folas jashtë muajit të Ramazanit. Sakt. I nderuar, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndatë këtë mëngjes së bashku, edhe ju e keni të vështirë sepse jeni të stërngarkuar me shumë aktivitete tani në këtë muaj, por që na u përgjigjet pozitivisht dhe na u përgjigjet në të gjitha këto pyetje dhe dilema që i kishim në këtë temë të përgatitur edhe për sot, dhe faleminderit për gjitha këto këshilla që na dha në këto minuta. Faleminderit edhe nga ju, ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Shpresojmë që ky muaj pra të vlej vetëm se për të mirë dhe të vlej për reflektim për gjithë besimtarët kudo që gjenden. Shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi.